kërkon falje për një gabim të madh. Është harresa, tradhti ndaj vetës. Tani tash me haru, po. Tradhti ndaj vetës. Tradhti ndaj vetës, harresa. Jo veç ndaj vetës, po ndaj kretëve, se me haru qka, ajo përsëritet. Unë mendoj që momentin që te do me thonë nuk merresh me vetën edhe e burgos vetën, do me thonë në qatë gabim që te ose ta ka bë dikush qatë lëndim, mendoj që ma mirë është me u marrë me vetën edhe mos me harru vetën. Do me thonë e falë, po nuk e harrën. Do me thonë se ka shumë njerë që e përjetojnë shumë keq edhe mbyllën vete, do me thonë edhe e kanë ma të fështirë, edhe e harrojnë vetën. Momentin që falin e harrojnë. Po nuk dosh me harru, do me thonë edhe nëse e falë, dosh mu mirë me vetën. Nuk dosh me lonë anash vetën edhe me burgos. Okej. Më do këtë, kër nuk ja falë, dikujt është si me harru. Se ti pe harron që aty e ki një dhimt. Që aty është diçka që, edhin është një frikcion. Unë e kom pas një rast, është spiqeli letër aty, po e kom pas një rast që e kom dëmtu një person, edhe tentova diçka me fol, tha, ik, mësëm fol, thash, edhin qka pe harroj këtë punë. 3 vjetë ma vonë, halatu e menu që atë sen, edhe në ma një mora një trajner, coach, kështu, edhe thash, hej, thash, qëtë problem, po du me zgjidh, thash, se qështu, tha, hej. Nuk është hek, që 3 vjetë. Po, thash, që 3 vjetë është, edhe nësi po për mene, diçka sen i parë që më kujtuhet është qaj rast. Dyqysh si një farë energjia si më më rjedhke në qatë pikë. Kur shkova mi kërku falje, edhe e pranova edhe vetën që i kom qenë